Richard Gere për mungesën 20 vjeçare në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar nuk e mora personalisht. Nga viti 1993, aktori nuk e prezantoi më ceremoninë deri në vitin 2013, pas polemikave që lindin pasi ai bëri deklarata kundër Kinës për çështjen e të drejtave të njerëzit në Tibet. Richard Gere komentoi mungesën e tij 20 vjeçare nga prezantimi i çmimeve të Akademisë, duke theksuar se nuk e mori personalisht shkarkimin e tij. Pasi prezantoi ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar në vitin 1993, aktori nuk e prezantoi më ceremoninë për shumë vite. Mungesa e tij në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar lidhet me mungesën e tij 20 vjeçare nga Akademia pas polemikave që lindën pas deklaratave të tij publike kundër Kinës në lidhje me të drejtat e njerëzit në Tibet. Në një intervistë me Variety të publikuar në 3 dhjetor, Richard Gere foli për ndjenjat e tij rreth mungesës së tij 20 vjeçare nga prezantimi i çmimeve Oscar. Nuk e mora personalisht, tha aktori duke shtuar, nuk mendoj se kishte ndonjë të keqe në këtë situatë. Unë bëj atë që bëj dhe sigurisht që nuk dua të lëndoj askënd. Nuk dua të ketë zemërim, dua të ngrihem kundër shkeljeve të drejtave të njerëzit, por përpiqem të qëndroj sa më afër asaj që përfaqëson shenjtëria e tij, tha ai, duke ju drejtuar Dalai Lamës. Richard Gere shpjegoi se përpiqet të përqafoj bindjet e Dalai Lamës se të gjithë duhet të pendohen dhe në fund të fundit të gjithë duhet të pendohen, ose askush prej nesh nuk do ta bëj. Pra, në këtë kuptim nuk e marr personalisht. Bojkotimi i çmimeve Oscar nga Richard Gere filloi në vitin 1993, kur ai drejtoi ceremoninë dhe bëri komente jashtë kameras, duke shtuar situatën e tmerrshme të drejtave të njerëzit në Tibet. Atë vit, ai kishte planifikuar të shpallte kandidat për skenarin më të mirë. Ai ishte planifikuar të shpallej kandidatët për skenarin më të mirë. Gjatë fjalimit të tij të pranimit, ai tha: "Nëse ka një gjë të mrekullueshme që mund të ndodhë këtu, është që të gjithë mund t'i dërgojmë dashuri dhe pak logjik Deng Xiaoping tani në Pekin për të marrë trupat e tij për të nxjerrë kinezët nga Tibeti dhe për t'u lejuar njerëzve të jetojnë përsëri si njerëz të lirë dhe të pavarur." Që atëherë aktori nuk e drejtoi ceremoninë e çmimeve Oscar deri në vitin 2013. Është gjithashtu e njohur se aktori, pavarësisht karrierës së tij të suksesshme dhe paraqitjeve të tij në filma tepër të njohur, nuk ka marrë një nominim për Oscar, ndërsa bashkë aktorët e tij në këto filma janë nominuar.